Në dy foltoret që ka bërë zoti Berisha kemi parë qefmbetje nga baza. Ka pas ankesa për leadershipin, kritika, akuza, edhe për emrat përveçëm. Përse ka ardhur kjo gjë? Pse ndodh që baza ka tension, ka mlef, mund të themi, ndaj leadershipit? Ndoshta mund po të ishim bërë takime më të shpeshta, mund të shfryej gjithë ky mlef apo tension i bazës. Si keni parë të dy takimet e fundit të zotit Berisha? Nuk e mendoj nëse do të bëshim më të shpeshta mund të shfryeshe mlefi apo të themi ky kriticizëm i bazës. Mendoj që kur gjërat shkojnë keq, gjithmonë është natyrë njerëzore të gjejnë fajtor edhe nuk mendoj që është shumë e shëndetshme koncepti të gjetur të fajtorit se sa të gjesh fituesit. Për të bërë gjuetin e shtrigave mund të jetë shumë e thjesht, por nuk është e shëndetshme për këtë parti pas proceseve që ka kaluar, pas problematikave që ka patur, pas edhe përplasjeve të cilat për ish së vërtetës kanë shkaktuar dhe një ngërç që sot mezi po e gjen zgjidhjen brenda vetvetes. Ju thoni që përplasjet kanë sjell dëme, por duket sikur në oborrin e Partisë Demokratike po ndodh një tjetër përplasje. Ervin Saliani, Ilir El Mehmeti dhe shumë demokratë të tjerë po nisin ata një tur takimesh të tyre ku thonë se do ringrejnë Partinë Demokratike, do ta forcojnë Partinë Demokratike. Bën një takim në Durrës. Besoj e keni ndjekur, si gjykoni këtë lëvizje të Salianit dhe mbështetësve të tij? E para mendoj që shëndetet nga gjithë kujt prej antarëve, aq më shumë antarëve të kryesisë të Partisë Demokratike të shprehin, të bëjnë takime apo të shprehin opinione apo qoftë dhe teza politike në shërbim të forcës që ata aderojnë. Ajo që shoh mungesë nga një teze politike, në fakt. Dhe ka të paktën s'ka ndodhur, nuk ka një qëllim apo që nëse flasim për një përmirësim të organizimit apo të mënyrës së funksionimit në organizim, kam përshtypjen që nuk është një proces që i takon publikut edhe mediave. Që do të thotë që le të jemi të sinqert si fillim me vetveten, pastaj patjetër edhe me publikun, nëse ti bën një takim, përgatit një mesazh, të themi një komunikat për mediat, po pse jo dhe një titull të gatshëm që mund të shpërndahet në për media, atëherë kemi të bëjmë me një veprim e cilin me qëllim e ke dashur të transmetosh ashtu. Kështu që në këtë aspekt që në momentin e parë të një kafeve më ngjaj pak si lëvizje e çuditshme, por në drejtat e tyre për të bërë gjithçka që ata duan. Mendoj që nëse do t'i jepshin, nëse kësaj lëvizje do t'i jepshin dhe një qëllim politik apo dhe një tezë të caktuar politike, mund të ishte më e plotësuar. Por do të jemi shumë të kujdesshëm si për ata të cilët janë kundra një lëvizje të tillë, po edhe për ata të cilët po shkojnë në rasti konkret me Saliani, Ilir Mehmeti. Ne nuk jemi në kushtet që mund t'i lejojmë vetes përçarje, po qoftë dhe keq kuptime të forta mes njëri tjetrit. Kështu që në këtë aspekt unë personalisht do sugjeroja që secili nga drejtuesit të jetë kujdesshëm në raportin që mund të kenë me njëri tjetrin, pasi mendoj që lëvizjet të caktuara edhe mund t'i shërbejnë, po ndërkohë mund shkojmë dhe në momente pastaj përplasje. Mund t'i shërbejnë në momentin që energjizon një parti politike, pasi lëvizjet në fund ditës japin energji, ka energji, por nëse kjo shkon në skaje të ndryshme, të negative dhe pozitive, atëherë do të kemi teorikisht një përplasje. Përplasja nuk do të ishte fare shëndetshme në këto momente ku ndodhet Partia Demokratike.